Receta me vaj ulliri që zhduko rrullat në fytyrë për gjithmonë. Ja si ta përgatisni. Vajin e ullirit mund ta përdorni për pastrimin e fytyrës nga papastërti, sepse ai është efikas më shumë se produktet kozmetike të pastrimit. Ai nuk e bllokon poret dhe është i përshtatshëm për të gjitha llojet e lëkurës. Vajin e ullirit mund ta përzjeni me pak lëng të freskët limoni ose me ujë dhe ta vendosni në fytyrë nëpërmjet një pambuku. Vaji i ullirit është më i preferuari për njerëzit të cilët kanë një lëkurë të ndjeshme dhe ata të cilët janë alergjik ndaj produkteve të kozmetikës. Vaji i ullirit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër shqetësimit të akneve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vaji i ullirit është një antibakterial natyral edhe mund të lehtësojë problemet kundër akneve. Për më tepër, ai do të luftojë inflamacionet dhe largon skuqet dhe puçrat përreth tyre. Vaji i ullirit mund të përdoret si një ushqyes shumë i mirë për lëkurën. Ju mund të përzjeni vajin e ullirit me lëng trëndafili ose vaj esencial të lavandës dhe më pas të lyeni fytyrën tuaj. Në këtë mënyrë do të keni një lëkurë të shkëlqyer, por vaji do të ndihmojë edhe të luftoni probleme siç janë për shembull edhe ekzemat. Maska me vaj ulliri. Vajin e ullirit mund ta përdorni për të përgatitur një maskë të ndryshme. Ekspertët thonë se rekomandohet të përzjeni gjysmë lugë gjelle vaj ulliri me të verdhën e vezës dhe një lugë gjelle me miell. Këtë maskë mund ta mbani në fytyrë për të paktën 20 minuta dhe do të vëreni se si lëkura e saj do të jetë edhe më e shkëlqyer. Maska kundër rrullave me vaj ulliri. Vaji i ullirit përmirëson elasticitetin e lëkurës dhe rrjedhimisht lufton rrullat, sidomos ato në pjesën e syve. Këtë pjesë mund ta lyeni me pak vaj ulliri në mëngjes ose edhe në mbrëmje çdo ditë për të parë përmirësimin e përqindjes së jashtme të lëkurës duke evituar krijimin e rrullave. Maska e cila mund të përgatitet në kushte shtëpie me vaj ulliri dhe mjalt mund të jetë një lehtësues kundër problemeve të lëkurës. Kjo maskë shërben për të pastruar fytyrën nga papastërtitë dhe për ta qetësuar dhe për ta ushqyer atë. Përbërësit që duhen në këtë maskë janë: 1 lugë çaj sheqer, këshillohet sheqer i kaf, 2 lugë çaj vaj ulliri, 2 deri në 3 pika lëng limoni, gjysmë lugë çaj mjalt. Pasi keni të gjithë përbërësit, filloni me përgatitjen e kësaj recete. I përzjeni të gjithë përbërësit bashkë derisa të keni një element të njëtrajtshëm, por sheqeri nuk duhet të tretet plotësisht. Para se ta vendosni maskën në fytyrë, e lani fytyrën me ujë të ngrohtë në mënyrë që të hapen poret dhe e bëni këtë për 3 deri në 4 minuta. Më pas e vendosni maskën në fytyrë dhe me ndihmën e majrave të gishtrave, pra me mollzat, masazhoni pjesë të ndryshme të fytyrës. Këshillohet që të tregoni kujdes në zonat delikate të saj, si pasojë edhe pjesën e poshtme të syve, zonat përreth hunës, zonat përreth buzëve dhe mollzave. Pas masazhimit të lehtë, e lini fytyrën të qetësohet për 10 minuta. Më pas e shplani me ujë të vakët të bollshëm dhe këtë maskë aplikoni të paktën 2 herë në javë, në mënyrë që përfitimet e saj për lëkurën tuaj të jenë edhe më të plota. Maska për fytyrën me të bardhën e vezës gjithashtu mund të jetë një aleate e çmuar e shëndetit të lëkurës suaj. E bardha e vezës është një element kryesor në shumë maska për fytyrën. Ajo është plot e përplot me proteina dhe e lë lëkurën tuaj më të butë dhe më të lëmuar. Ju mund ta përdorni thjesht të bardhën e vezës në fytyrë ose të shtoni disa përbërës të gjetur në çdo produkt kuzhine për të zbutur lëkurën e thatë, për të tonifikuar lëkurën e yndyrshme dhe për të lehtësuar acarimet e saj. Këto receta në kushte shtëpie janë shumë efikase në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Maska me vezë dhe kosh. Maska me të bardhën e vezës dhe kosh mund të përdoret për lëkurën tuaj. Për këtë maskë keni nevojë për këta përbërës: 2 të bardha veze, 2 lugë gjelle me kosh dhe filloni me përgatitjen. Ndajeni të bardhën e vezës nga e verdha dhe e vendosni atë në një enë ose në një tas. Shtoni 2 lugë gjelle kosh, mos përdorni salcë koshi, i përzjeni së bashku dhe e vendosni përzierje në fytyrë. E lini në fytyrë për disa minuta dhe më pas e pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë, më pas me një pecet të ngrohtë. Maska për fytyrën me argjil për pastrim të thellë.
Receta ka nevojë për këta përbërës: një të bardhë veze, 2 lugë gjedhe argjil, 1 lugë gjedhe miell mistri, 1 pikë vaj nga juaji i preferuar esencial. Pasi siguroni të gjitha përbërësit, filloni me përgatitjen e recetës. Përzjeni mirë të gjitha përbërësit në një tas dhe vendosni përzierje në fytyrë. E lini atë që të thahet dhe më pas hiqni nga fytyra me një leckë të ngrohtë. Maskë zbutëse me limon dhe mjalt për fytyrën tuaj. Kjo maskë është e shkëlqyer për fytyrën e prirur ndaj puçrave, por është edhe mirë edhe për njollat e lëkurës. Përbërësit që u duhen në përgatitjen e kësaj recete janë 1 bardhë veze, 2 lugë gjedhe miell i rrjedhshëm, 4 lugë gjedhe lëng limoni, gjithashtu edhe 3 lugë gjedhe kos. Përzjeni të gjitha përbërësit së bashku e vendosni në fytyrë, e lini për 15 minuta dhe më pas e lani fytyrën. Pjesën e mbetur mund ta mbani në frigorifer dhe ta përdorni deri maksimumi 1 javë. Maska për fytyrën mund të jenë gjithashtu lehtësuese kundër acarimeve të saj, dhe ndjekja e recetave të duhura në kushte shtëpie mund të japë një zgjedhje efektive në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit tuaj të lëkurës. Maska shtresëzuese e fytyrës. Sheqeri në këtë maskë bën të mundur edhe shtresëzimin, ndërkohë që vajrat e bëjnë këtë maskë mjaft efektive në lehtësimin e komplikacioneve të saj. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete janë: 1 bardhë veze, gjysmë lugë gjedhe vaj ulliri, 1 lugë gjedhe me miell, gjithashtu ju duhet 1 lugë gjedhe sheqer kaf dhe 1 lugë gjedhe me qumësht. Përzjeni përbërësit mirë dhe vendosni maskën e mbani në fytyrë duke e shpërndarë me lëvizje të rregullta rrethore. Në këtë mënyrë, duke e pastruar atë, shtoni më shumë sheqer nëse dëshironi një pastrim më të thellë. E lini në fytyrë për të paktën 15 minuta përpara se ta pastroni. Pas pastrimit mund të përdorni ndonjë hidratues për ta bërë të mundur që vajrat brenda fytyrës të jenë edhe më të shëndetshëm. Maska për tonifikimin e fytyrës. Vendosni në fytyrë këtë maskë dhe do të ndjeni sikur mund të ndodhë një ngrirje e vogël e fytyrës. Poret tuaja do të ndihen më të vogla dhe fytyra juaj do të jetë më e pastër. Gjithashtu, pas kësaj maske, përdorni edhe vaj për fytyrën për ta hidratuar më mirë atë. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete janë: 1 të bardhë veze, siguroni që veza të jetë shumë e ftohtë, 1 lugë gjedhe miell mistri. Rrihni këto përbërës me një pirun derisa të krijohet një përzierje gati e njëtrajtshme. Vendoseni përzierje në fytyrë dhe lini që ajo të thahet. Përbërja është gjithashtu e rrëshqitshme brenda për ta vendosur maskën në fytyrë që ju duhet të shtrini. E lini të thahet dhe më pas e shplani në fytyrë dhe aplikoni kremin hidratues. Maska për fytyrën me miell tërshëre dhe kos. Kjo është një maskë për fytyrën e cila përfshin vetëm 3 përbërës bazë. Kjo maskë për fytyrën është e përshtatshme për të gjitha llojet e lëkurave dhe është shumë e thjeshtë për t'u përgatitur. Ajo do ta pastrojë dhe rigjenerojë lëkurën tuaj dhe maska për fytyrën me kos është shumë më e mirë për lëkurën e ashpërsuar, të djegurat nga dielli ose acarimet. Nëse keni një fytyrë të yndyrshme, shtoni disa pika lëng limoni, për lëkurën tuaj shtoni disa lugë gjedhe mjalt. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete janë: 1 lugë gjedhe miell tërshëre të bluarimët, 1 lugë gjedhe kos dhe disa pika mjalt. Pasi siguroni përbërësit, filloni me përgatitjen e saj, gjithashtu edhe në shëndetin tuaj. Në një tas të vogël hidhni miellin e tërshërës dhe kosin dhe i përzjeni së bashku. Ngrohni disa pika mjalt. Për ta bërë këtë, ngrohni 1 lugë duke vendosur mbi ujë të nxehtë për 1 minutë. Më pas shtoni disa pika mjalt në lugë. Shtoni mjaltin në përzierjen e kosit dhe miellin e tërshërës. E vendosni maskën në fytyrë dhe e lini atë për të paktën 15 minuta. Më pas e pastroni fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë. Me anë të një leckë të ngrohtë, aplikoni hidratuesin e duhur dhe kështu do të keni arritur rezultatet më të mira për shëndetin e lëkurës. Aplikimi i recetave në kushte shtëpie mund të jetë një mënyrë ideale e lehtësimit të acarimeve të saj. Prandaj, ndjekja e këtyre trajtimeve mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në situatat tuaja emergjente. Ekspertët cilësojnë se përdorimi i këtyre recetave në kushte shtëpie mund t'ju ndihmojë që të arrini edhe rezultatet më të mira. Por nëse keni acarime të theksuara të lëkurës dhe vuani nga komplikacionet e saj, adresojeni problemin te specialisti. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video
kanë për qëllim që të plotësojnë ose të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.